Unë kam bërë një përmbledhje sot asaj çfarë ka ndodhur me anën financiare të projektit tunelit Llogaras. Sigurisht që të gjithë e dimë që tenderi kapi vlerën e 190 milion eurove dhe nga këto kompania turke, 2 kompani turke, Bashkimi i Operatorëve që fituan tenderin, kanë rezultuar me një fitim neto prej rreth 30 milion eurosh sot që ne flasim. 27 milion, 27 milion janë lek, janë 2.7 miliard lek, në konvertuar në euro, llogaritet që rreth 30 milion euro fitim i arkëtuar nga këto kompani sipas bilancave të dorëzuara në qendrën kombëtare. A mund të ndodhë se ti thua, nga këtu do nisim që ta shpjegosh pastaj, sepse është e rëndësishme të rikthejmë në vëmendje fakte dhe elemente të rëndësishëm për publikun, jo thjesht, dhe atë do më shpjegosh tani. Ti thua që nuk mundet të hetohet vetëm një episod, pra mbikëqyrja vetvete, pa u hetuar projekti. Tani, ma jep argumentin pse, pra si lidhet në vetvete mbikëqyrja me projektin pastaj për të ndalur tek shifrat? Shiko, janë disa elementë, sepse i përfshin. E para, është vërtetuar deri tani që kompania që mbikëqyri punimet është kompania e ish drejtorit ARSH-s, njeriu që ka firmosur, kuptohet, ka firmosur parat dhe pjesën financiare për disbursimin financiar të kompanisë turke etj, por lidhja është e tillë. Indicjet kanë qenë publike, deklaratat kanë qenë publike të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetajit. Foto, takimet, protokollet duhet të ishin sekuestruar me kohë për të nisur pikërisht hetimet nga afera e tunelit të Llogaras. Ajo që ka ndodhur me tunelin e Llogaras është një nga aferat më të paprecedenta në historinë, po themi, e ndërtimit të veprave infrastrukturore në Shqipëri. Unë ju thash që ka shkuar 30 milion euro fitim për 2 kompani